Uthull molle në kushte shtëpie. Mollët e mbledhur i laj mirë dhe i pastroj nga bishtat, i ndaj në katësh duke hequr pjesën e krimbur, i fus në një enë të bollshme pasi do të mbushen me ujë, i mbuloj me ujë dhe pastaj shtoj në të uthull shegë të egër të përgatitur vetë. Uthullat duhet për fermentim. Pas kësaj e mbuloj enën me një copë dhe e lë për 3 javë. Pas 3 javësh ndaj uthullën dhe i mbush përsëri me ujë në mënyrë që të marrë dhe një herë uthull për së dyti. Përdorimet dhe përfitimet. Uthulla e mollës rregullon nivelin e sheqerit në gjak, forcon tretjen, ndihmon për humbje peshe, pastron trupin nga toksinat, ul kolesterolin dhe presionin e gjakut, forcon sistemin imunitar, përdorime për bukurinë dhe lëkurën, tonifikon lëkurën, për shëndetin e flokëve, zbut lëkurën e thatë ose të irrituar, përdorime shtëpiake, pastrues natyral, heq erën e keqe, përbërës në recetat ushqimore. Abonohu për më shumë receta natyrale në kanalin tim.